Zotërinjt që duan të mbulojnë diellin për të ftohur planetin Tokë dhe ish sekretari i ONU jep alarmin. Ndalojeni përpara se të ndodh katastrofa. Tani më ndiqni me kujdes. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që jemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Një startup i ri, një kompanie izraelo-amerikane, Izrael me Amerikën, sepse kompania është izraeliane, por në bashkëpunim me Amerikën, po bëjnë një startup të ri. Një startupet janë ato ide të reja. Dhe ideja kush është? Tani po ja tregoj një ide vërtet e çmendur, megjithatë do të dëshiroja që secili për ju të një koment ose nëse ka ekspert mes nesh që të na japë informacione më të detajuara. Çfarë po ndodh? Kjo Stardust Solution është një kompani që gjendet në merkato, si mund të themi, në vitet e fundit, është e re, por ka joshur disa investitor për ta ndihmuar që të mund të mbulojnë diellin. Të mbulojnë diellin që mos të jap energjinë në tokë, sepse ne gjendemi në një ngrohje globale dhe kjo me kalimin e kohës do të krijojë probleme të rënda. Unë nuk po i shikoj këto probleme të rënda deri tani, madje do t'ju them, përpara ca kohësh nuk kemi bërë një video para ca kohësh kur një grup studiuesish shkencëtar kanë vënë re që nuk ka një ngrohje globale, është një cikël që ripërsëritet nga koha, nga moti, nga vetveti, jo sepse kemi bërë ne një ngrohje globale. Njeriu nuk hyn fare në këtë projekt, për më tepër nuk ka krijuar asnjë problem. Njeriu të paktën kështu thuhet. Dhe normal që ato çka kemi marrë nga toka dhe çfarë mineralet, naftën e tjerë kanë krijuar një farë problemi. Por kjo nuk do të thotë që është bërë një problem kaq madhor sa ti mund të mbulosh diellin, sepse dielli është vetjeta. Dhe do t'ju them tani se çfarë ka ndërmend dhe çfarë mund të ndodh sipas ekspertëve dhe njësoj edhe ky ish sekretari i ONU se çfarë thot për këtë shpikje të re. Atëre, kjo Stardust Solution ka menduar që ishte një projekt fillimisht i bërë në letër, tani thuhet që e kanë testuar në një mënyrë kështu, me një diell artificial dhe mendohet që duhet ta bëjnë me diellin ton. Çfarë po ndodh? Me anë të avionëve, ata do lëshojnë disa shtullunga, pra ashtu siç bëhet edhe me shtullungat që thuhet që janë ato shtullungat kimike. Dhe këto shtullungat kimike kanë disa substanca që e lënë, me fjalë, e krijojnë ren aty ku është dhe e lënë në atë pozicion, pra që mos të shpërbëhet kjo lloj reje. Dhe nëpërmjet stratosferës, sepse do kaloj në stratosferë, nëpërmjet stratosferës dhe tokës dhe diellit ajo gjendet në mes. Dhe kështu që do të mbuloj ky lloj tymi, si mund të quhet, ose përbërjeje, që është përbërje kimike, kujdes, do të qëndroj në atë pozicion pra për të ruajtur nga dielli. Tani një problem madhor gjendet, sepse ata thonë që nuk lëviz më. Nëse nuk lëviz më, atëherë si do të bëhet nëse ajo nuk shpërbëhet. Është vetëm mënyrë, si thon ata, me të tjera përbërje kimike që ta shpërbëjnë edhe një herë këtë ren. Pra, kur të mos kenë më problem, do bëjnë këtë. Dhe çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që është një cikël i pafund që do të krijohet në atmosferë. Pse? Sepse duke lëshuar këto shtullunga për të krijuar ren, pastaj pas një farë kohe ku nuk duhet më, do të çojnë shtullunga të tjera për ta shpërbërë ren, kjo do të ndodh sa herë që do të duhet. Pra, disa muaj, një vit, 2 vjet, 10 vjet, 100 vjet, 1000 vjet. Dhe çfarë ndodh në këtë rast? Gjithë përbërjet, pra qoftë ato kimike, por edhe ky sistem që nuk është natyral, por është i krijuar nga njeriu, mund të krijojë katastrofa të mëdha në planetin Tokë. Dhe këtë nuk është se e them unë, e thot ky zotëria që e kam shkruar këtu sepse nuk jam mbajtur emrin. Yanis Pastor, një ish sekretar i ONU. Dhe ky zotëria thot ndalojeni përpara se të jetë vonë, sepse atë që po përgatitin dhe kanë projektuar këta zotërinj shkon kundra rregullave të natyrës dhe kundra rregullave të njerëzit, sepse nuk vendosin ata se çfarë duhet të bëhet në planetin Tokë. Në këtë planet jetojmë edhe ne, jetojmë të gjithë dhe duhet ta frenojmë sot. Por kompania fillimisht, siç thash, joshi disa donator të vegjël, tani ka shkuar në $75 milion donacione. Pra, deri para pak kohësh ishte $60 milion, dal nga dal u shtuan, dhe tani kanë shkuar në
$75 milion. Bile do t'ju them, në momentin që doli lajmi, kishin arritur 45 milion $. Sa po doli lajmi, u shtuan, në vend që të paksoheshin, u shtuan donatorët. Sepse ky është një gjë e mirë, është gjë e rëndësishme kjo, sepse mund të na mbrojë nga ngrohja globale. Pikë së pari ju thash që në një studim të kryer vitet e fundit është vënë re që nuk ka një ngrohje globale si thuhet. Bile edhe vetë Donald Trump e tha, nga studiues të kryer, nga Pentagoni, nga shkencëtarë të tjerë, vetë Donald Trumpi, nuk është se them unë po ja u përcjell. Dhe si është e mundur që këta dalë një grup i ri tani dhe të mund të bëjnë diçka pra jashtë rregullave njerëzore, sepse këto janë rregulla për të gjithë. Ne këtu në këtë planet është shtëpia e të gjithëve. Si mund të vendosin këta pra një shoqat ose një kompani e tillë? Dhe doja t'ju pyesja juve, sepse çfarë mund të ndodhë nëse do të mbulohet dielli pra me një re të mistershme. Çfarë mund të ndodhë sipas jush? Është e vërtetë që klimët tashmë nuk ekzistojnë më si më përpara, kanë shtyrë njëra tjetrën, por sidoqoftë, edhe ndonse nuk respektohet klima, nëse keni vëre, vera vjen, vjeshta vjen, pranvera vjen dhe dimri vjen. Pra në këtë moment, në qoftë se do të bllokohen rrezet e diellit, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për rrezet e ngrohjes së diellit, por njëkohësisht edhe për ultraviolet, që janë thelbësore, jo vetëm për tokën, por edhe për vetë njeriu, sepse vetë njeriu ka nevojë për këto rreze ultraviolet. Bile trupi ynë, sytë tanë, mendja jonë, madje edhe truri ka nevojë për rrezet ultraviolet, sepse janë thelbësore, janë vetjeta. Pa diellin nuk do të ekzistonte asgjë në këtë planet, as bimët, asgjë. Bile do t'i them, ka shumë mundësi, ka gjasa që mos të lindin as fidanët, mos të lindin lulet, mos të çelin asgjë, në qoftë se do të bëhet një sistem i tillë. Ju çfarë mendimi keni? Thash, padyshim mes nesh ka dhe ekspertë, do të dëshira një komentin tuaj se çfarë mendimi keni, sepse ne jetojmë në këtë planet dhe ky është një nga lajmet, unë mund të them që është më i tmerrshmi që kam lexuar deri tani vitet e fundit, sepse nëse me të vërtetë vendoset një sistem i tillë, unë them se mund të krijojë një disaster ambiental, njëkohësisht edhe të motit që do të jetë i pashoq, sepse është e thjeshtë për të krijuar një sistem të tillë, por është kaq e vështirë që të mbijetoj, pra ose më mirë të riparohet një problem, sepse siç e kemi thënë gjithmonë, të ndërtosh një pallat është e vështirë, por ta shkatërrosh atë mjafton një ditë, mjafton eksplozivi. Dhe ky është problemi kryesor për mendimin tim që mund të verifikohet në të ardhmen. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë? Sepse kjo Stardust Solution më ka bërë vërtet të mendojmë thellë. Një geoinxhinieri që, sepse është një inxhinieri e tmerrshme për mendimin tim, është jashtë logjike. Megjithatë, në qoftë se keni vënë re, mjafton të shikojmë se lëvizjet e ngadalta të diellit që krijon stinët në këtë planet. Pra janë pikërisht lëvizjet e diellit dhe njëkohësisht edhe të planetit Tokë, është një sistem kompleks. Por nëse do të ndalohet ky kontakt mes diellit dhe Tokës, unë them që mund të krijojnë probleme të pariparueshme. Ndonse këta thonë që mund të jetë vetëm sezonale ose ditore çdo gjë që mund t'i nevojitet planetit Tokë. Çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Ditë mbarë.